Maqedonia ka votuar sot në zgjedhjet e 8 lokale. Votën e tyre e dhan edhe vetë të garruesit, mesin e tyre edhe kandidatët në komunën e Gostivarit. I pari nga kandidatët për kryetar komunët e Gostivarit ka votuar kandidati i pambarur Visar Ademi. Ai votoi te shkolla fillore Ismail Qemali në Gostivar. Pas hedhjes së fletvotimit në kuti, Ademi para mediave deklaroi se sot moti është i mirë edhe ideal për të shfrytzuar të drejtën e votës. Ai kërkoi nga qytetarët të votojnë masovikisht dhe të vendosin ata vetë me përcaktimin e tyre se kush do ta drejtojë Gostivarin në 4 vitet e ardhshme. Uroi zgjedhjet të jenë të qeta dhe demokratike edhe të shndrohen në fest për Gostivarin. Demokracia këte fuqi e ka, me fuqinë e votës përcaktohet një ardhmë e re. Sot paktën në këto zgjedhje kemi goxha zgjidhje edhe ideologjike edhe etnike, kuptimin kemi kandidat nga të dyja palët, kemi edhe zgjidhje tradicionale partijake dhe jo partijake, prandaj e lut të gjithë qytetarët të dalin masovikisht të bëjnë zgjedhjen e tyre, çfarë do lloj opsioni ideologjia të kanë dëshirë të zgjedhin, thjesht mos e lejojnë që një pakicë e vogël të përcaktojë të ardhmen e Gostivarit në 4 vjeçarin e ardhshëm. Dua përfund të theksoj që shpresoj dhe dëshiroj që këto zgjedhje të jenë të qeta, demokratike, pa incidente, sepse kjo është festë për Gostivarin. Hajde le të hapim një kapitull 3 për qytetin tonë.